Кандидатите за струга Арсим Далипиот и Менди Кира независен во дебатата ајде да зборуваме меѓусебно се обвинија за партиски врски, иако двајцата тврдат дека представуваат нов дух и политичка независност. Unë vi jo nga karriera politike, e potencova shumë mirë dhe vi nga besimi që kam marrë nga qytetarët dhe vi me një qasje dhe vizion të ri. Nuk vi për të bërë as politika të vjetra, por vi si frymë e re. Dhe unë për dalim spaku jam i qartë dhe po jam kandidat i Aleancës Kombëtare për Integrim, për dalim nga kundërkandidati që deklarohet si kandidati pavarur dhe vazhdimisht e potencon dhe e deklaron se ka edhe mbështetjen e qeverisë, e shohim në fushat, vazhdimisht në konventa dhe në fushat me Vlenin. Sa e shohun nuk përputhet me atë që thotë, sepse vjen nga një parti e cila ka menaxhuar me komunën dhe pikërisht i ashtu quajtur lideri i asaj partie ka qenë 4 vite në pushtet dhe po ai lideri dhe ajo parti ja bën fushatën dhe mendoj që këtu qëndron problemi. Pjesën tjetër, sa jam unë i pavarur, ajo dije se unë bëj fushat pavarur. Por unë bëj kërkesë dhe kam mbështetjen e Vlenit dhe kërkoj të mbështesin biles edhe partia juaj, sepse unë kërkoj votat e të gjithëve. Во продолжение на дебатата, независниот кандидат Менди Кира рече дека економист подобро знае да управува со општина отколку лекар, но Далипи не се согласи со ова. Se unë nuk qënë kam idejnë ta menaxhoj komunën. Jo, ju nuk kam kundër personalisht kundër jush. Edhe kam respekt si mjeku, po në pjesën time, në fushën time, mos u fut. Ti mundesh t'jesh në pjesën tënde, si mjeku i mirë edhe për ato. Falë. Vetë ekonomisti e ka drejtë absolute që duhet jetë menaxheri i strugës, se ashtu edhe mos u fut në territorit në pjesën time. Do të thonë prekurë kanë ndryshuar ligjet në Republikën e Maqedonisë. Mjeku mirë, po ti je mjeku mirë. Unë jam edhe do të bëj mjeku mirë dhe do të jem edhe menaxher shumë i mirë i komunës. Respekt për ato respekt. Nuk themon që si edhe si menaxher do të jem i komunës shumë. Mirë ta gjesh atje se i duhesh popullit. Prap do t'i shërbej popullit unë, edhe në komunë, edhe si mjek do t'i shërbej. Do gjej unë më Unë kam qenë kryetari i odës, kam qenë edhe menaxheri, kam lënë gjithë punë.